Të nderuar vëllezër, në këtë fjalim timin dëshiroj të i përmend disa këshilla që mendoj se janë të rëndësishme dhe të dobishme për ne. E para këshill ka të bënë me muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe na kemi nevojë me fol, dhe kemi nevojë me sqaru, dhe kemi nevojë me e përçu fjalën rreth vlerave të shumta që i ngërthen, që i ka në vete ki muaj i bekuar i Ramazanit. Pse? Sepse njeriu kur nuk ja din vlerën një gjëje edhe e injoron ata. Jeni dëshmitar se ka musliman në këto fshatrat tona, në këtë vend, që nuk ja din vlerën muajit bekuar të Ramazanit. Dhe është një fjalë e urtë arabe e cila thot njeriu është armik i asaj që nuk e njeh. Njeriu është armik e asaj që nuk e njeh. Dhe për këtë shkak, kur njerëzit tanë, muslimanët e tanë, nuk e njohin muajin e bekuar të Ramazanit dhe vlerat që i ka ky muaj i bekuar të Ramazanit, atë e injorojnë, madje edhe armiqsojnë. Dhe kur të fillojmë të flasim për Ramazanin, ju duket atyre, çka është ky muhabet? Prej nga vjen kjo? Do thotë, për shkak se ata nuk e njohin dhe nuk i dinë vlerat, e injorojnë atë, e armiqsojnë atë dhe normalisht e shohim për shembull ai nuk agjiron Ramazanin. Allahu dhul Jalal në Kur'an, në ajetin që e lexoi hoxha i nderuar Muharrem Efendiu, na bën të qartë se agjërimi është detyrë dhe obligim jo vetëm i muslimanëve, është detyrë dhe obligim edhe popujve para muslimanëve. Dhe me këtë të e njën vetën se nuk je vetë në këtë rrugë. Për shembull, i nderuar i vëllai, ti që agjeron, e ndoshta fshatin tan ka shumë që nuk agjerojnë, e ndihesh i vetmuar. Allahu po thot, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O besimtar, ju është bërë ju detyrë dhe obligim agjerimi, ashtu si që ka qenë detyrë dhe obligim për popujt para jush, me qëllim që të arrini devotshmërinë. Do ti kur në fshatin tanë agjeron dhe të tjerët nuk agjerojnë, e ndihesh i vetmuar, e ke si hariç, e ke myshde. Këtë ajet, nuk je i vetmuar, ti je në karavanin e njerëzve që kanë besuar Allahun dhe ju kanë nështruar ti dhe vazhdon kë karavan me ty dhe do të vazhdon me tjerët pas teje. Nuk je i vetmuar. Dhe ata që nuk agjeron, ata janë larguar nga karavani i udhëzimit, nga karavani i të udhëzuarve, nga karavani i pejgamberëve që udhëhiqen nga pejgamberët, nga burrat e devotshëm dhe të mirë në historinë e njerëzimit në përgjithësi. Ti je në atë karavan, ti nuk e dal, ata tjerë kanë dalë, andaj mos u mërzit. Mos u pikëllo. Nëse duhet mërzitet dikush, duhet ai që ka dalë nga karavani, ai që ka braktisë këtë rrugë, ai që i kalon pas shpinë e porosit e të madhit Zot, që të gjithë na kemi nevojë për porosit e tija, që të gjithë na kemi nevojë për mësimet e tija. Pse? Sepse është ai që mas mirë ti e njeh njeriu. Dhe të gjitha porosit dhe mësimet e tija janë konform nevojave të tij dhe në dobinë e tij. Andaj këtë Allahu e thot, ela ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Si ka mundësi mos din ai që ka krijuar njeriu dhe i cili është hollësisht i informuar për çdo gjë. Na kur na prishet makina e larjes, ku e qëjmë? E qëjmë të mjeshtri që miret me rregullimin e makinave të larjes. Kur na prishet frigoriferi, e qëjmë të mjeshtri i frigoriferave. Kur na prishet televizori, e qëjmë të mjeshtri i televizorit. E kur prishet njeriu, ku e qëjmë? Këtu na kemi problem. Kur prishet njeriu, na nuk dim ku ta qëjmë. Besimtari e din. Besimtari e çon te krijuesive, te Allahu dhul Jalal. Ai e din mas mirë ti njeriu, sepse është krijuesi vet. Edhe normalisht e ka sjell një libër për udhëheqjen dhe udhëzimin e njeriu. Ajo është Kurani, famë madh. Që fatkeqësisht edhe këtu na kemi braktis Kur'anin dhe nuk miremi me
leximin dhe studimin e tij. Përka shkak kjo është një vlerë e madhe që ti mos ndihesh i vetmuar se je në karavan të njerëzve besimtar të devotshëm që kanë qenë para teje dhe që do vinë pas teje. E dyta, vlerë e Ramazanit. Ramazani nuk është thjesht abstenim nga ngrënia dhe pirja dhe marrëdhëniet intime që nga koha e syfyrit, e imsakut deri në kohën e iftarit e akshamit. Nuk është qëllimi na me ndet të uritur, me qenë pa ujë vetëm. Jo, se dhe kjo ndodh, me disa njerëz agjerojnë, mirë po agjerojnë vetëm, rinë pa ujë e pa bukë, po se kuptojnë qëllimin e agjerimit. Agjerimi përveç dobisë shëndetësore që t'ja e bën me uri dhe me etje, e ka një qëllim më të lartë se ky. Ajo është që ti si njeri, i cili disa herë bësh sklav i epshit tënd, në Ramazan të dash e të bësh pronar i epshit tënd. Jo sklav, po të bësh pronar. Duke e fut epshin tënd në korniza dhe kufizime të cilat ti ja përcakton epshit tënd, jo epshi me ti përcaktu ti. Andaj njeriu i cili në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, për shembull, i te kalon kufi që ka caktuar Allahu Dhul Xhelal, konsumon alkohol, vjedh, plaçkit, mashtron, gënjen. Pse i bën këto gjëra? I bën për shkak të epshit vet. Se epshi ka dëshirë do të hanë ushqime që s'është më nësi a janë të lejume, as janë të lejume, më nësi është që ja ka ëndja ati. Nefsi, epshi ti është ai që e motivon njeriu që të fiton pasuri me çdo kusht. Nuk është më nësi a është e lejuar apo është e ndaluar, më nësi është që unë të grumbulloj pasuri dhe pastaj atë pasuri të mjep mu kënaqësi të kësaj bote. Mirë po në Ramazan ndronë se ti abstenon nga halali, që ke bukën halal, ujin halal. Pse kjo? Për ta fut në ujdi, për ta fut në disiplin epshin tanë. Dhe ti thush epshin tanë tani është deri në 3:38 minuta mund të hash, pas 3:38 minuta shkup, nuk e di këtu si është imsaku, nuk i drejt hash. Deri 7:55 e ke ndalu me të hash, në 7:55 thirr ezani e han iftarin. Do ti tani e pronar i epshit tënd dhe ti e dirigjon atë. Deri tash ha, tash ndalu, deri tash mos ha, tani ha. E kjo është fitore shumë e madhe. Zatën problemet më të mëdha që i ka njerëzimi sot është problemi i epshit të tyre. Se si ata ta fusin në kontroll epshin e tyre. Dhe fatkeqësisht askush nuk arrin ta fusë në kontroll në vetë epshin e vet përveç besimtarit të devotshëm. Dhe normalisht tu ka urtësi të mëdha se Allahu Dhul Xhelal nuk i ka krijuar rastësisht epshet. Epshi për ushqim, epshi për pushtet, epshi për pasuri dhe epshi për marrëdhënie intime. Këto i japin logjik dhe kuptim jetës. Para mendoni, edhe kush ma i vjetër këtë e din ma mirë, shembull kur t'je i semur dhe nuk ke oreks për ushqim. Që ndodh për shembull zakonisht kur semur e dikush prej nesh edhe shkon në spital, gjithë na shkojmë e vizitojmë dhe i dërgojmë atij pemë, langje. E çka thot ai? Tani mos më bëni këto, mos më sillni se tani nuk kam oreks, nuk kam shije. Kur t'jam i shëndosh më sillni këto pemë edhe langjet. Dhe kur t'jesh i semur, ti bin të gjitha gjërat, mirë po, nuk ka dobi sepse ti nuk ki oreks për to. Kur t'ka oreks, ka kuptim. Andaj këto epshe i ka kriju Allahu Dhul Xhelal që t'i japin motiv njeriut për të vazhdu jetën në tokë. Mirë po, a i ka lënë të paregulluar, a i ka lënë që njeriu si të donë të shfrytëzon, jo. Ka venduar rregulla që nëse na i respektojmë ato rregulla, do të kënaqemi dhe do të fitojmë shpërblime, nuk do të fitojmë mëkate, se dikush kënaqet, por fiton edhe mëkat, edhe fiton mallkim.
edhe fiton hidhrimin e Zotit. Jo, besimtarit Allahu dhul xhelal ja ka mundsuar që të shijon kënaqësitë e kësaj bote në mënyrë të lejuar që ai edhe të kënaqet me to dhe të fiton shpërblime jo ndëshkime dhe dënime. Andaj te ngrënia dhe pirja thot Allahu dhul xhelal kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hani dhe pini, por mos e teproni se Allahu nuk i don ata që e teprojnë. Edhe 11 muaj e ki orarin si dush bënet ushqimit tan, 1 muaj ki një orar të veçantë të cilën të ep Allahu dhul xhelal. Pse? E keni pa njeriu kur është i sëmur. Kur shkon te mjeku jep diagnozën fillimisht, pastaj jep recetën e barnave që ai duhet i përdor terapin, do thot. Terapin e barnave që ai duhet i përdor në kohë të caktuar nëse do të çrohet. Mirë po, kur shkon ti si i sëmur te mjeku dhe ai ta jep terapin, edhe të thot pas 2 javë të vish në kontroll. Kur shkon në kontroll e vëren mjeku se ti nuk e ke përdor terapin si duhet. Dhe çka thot? Thot e përdor terapin, thot vallahi e kam përdor, po jo mbash me rregull, me disiplinë, kam qenë i zën, kam pas punë, kam pas angazhime. Çka thot mjeku? Udhëzim për në spital. Pse? Tani do të fusim në regjim të realizimit të terapisë. Se në shtëpi nuk arritet të realizosh terapin, tash do të fusim në spital, ti përmbash rregullave të spitalit, se normalisht terapia në spital është ma lehtë ti përmbash. Edhe kështu Allahu dhul xhelal 11 muaj ti aty veprosit dush. Mirë, po tani 1 muaj do të futesh në regjim, sipas asaj që takon Allahu. Pse? Se ti vet nuk din t'ja obligosh vetes dhe t'ja kufizosh të gjëra, ta bjerë Ramazanin, agjërimin që ki regjim të ushqimit të caktuar. I cili regjim përveç që është shpërblim, është edhe shëndet. Edhe këtë nuk e thejnë vetëm mjekët musliman. Të gjithë mjekë, musliman dhe jo musliman, kanë shkrujt me 10 dhe 100 libra që flasin për dobin e agjërimit. Edhe këtu e kemi doktor Blerimi si stomatolog që mund të tregon edhe dobin e dhambëve dhe nofullës nga sistemi i agjërimit. Se edhe kariesi, edhe domosdoshmëmundjet e nofullës me agjërim shkojnë dhe paksohen dhe normalisht bëhen, do thot, më të shëndetshme edhe më të mira. E mos flasim për dobi tjera që domosdoshmësi i neve mund t'i përjeton dhe t'i heton dhe t'i din. Pra puna e epshit të ushqimit është kështu. Në Ramazan futemi në atë regjim për dobin ton. Epshi për pasuri gjithashtu është e rregulluar në Islam. Normalisht gjithë na punojmë, lodhemi, ja i kemi fushat, kemi bereqeti që na jep Allahu dhul xhelal. Mirë po, a duhet të jetë qëllimi final pasuria, apo duhet të jetë qëllimi final shfrytëzimi i pasurisë për gjëra madhore? E para është adhurimi Allahut fuqiplot, pastaj vjen shërbimi i njerëzimit. Kur nuk dihen rregullat, ç'a ndodh? Njeriu është i gatshëm ta mbyt njeriu për pasuri. Ajo pasuri që duhet të jetë shkak për të përhap humanizëm dhe shërbimet njerëzimit, bëhet shkak kur humben rregullat që ti ta shkatrosh njerëzimin për fitimin tënd personal. Andaj për shembull merr guximin me bë hile, falsifikim, mashtrim në barna, për shembull puna e barnave, ilaçeve dhe kompanitë e farmaceutikës është një industri e madhe botnore që me miliarda dollar gjatë vitit, edhe ata çka bëjnë? Ata kanë zbulime të reja për shumë sëmundje, mirë po vonojnë prodhimin e tyre. Pse? Se me prodhimin e ilaçeve të reja dalin nga përdorimi i ilaçeve e vjetra. Nëse dalin nga përdorimi, gjithë ata duhet mi hedh ndeti edhe humbin me miliarda dollar. Për mos mi humb ata miliarda dollar, e bëjnë vonimin e daljes së ilaçeve të reja në treg duke i shitë të vjetrat. E tash çka u bën ky njeri që ka vesh mantelin e bardhë, të cilën e ka nxjerr nga mbrena, për shkak se e bëri qëllim të vetë parën, është i gatshëm me mbyt njerëzi edhe me vdek njerëzi, vetëm ai mos me prodhoi ilaçin e vet. Se me prodhoi ilaçin e ri, i vjetë nuk shitet edhe humbaj me miliona dhe miliarda. Këto nuk janë mohabete të mia, këto lexoni për çelën e shtypin, ditor këtë e lexoni ju vet.
Që të thot, problemi i kuptimit të qëllimit të pasurisë këtë rast. E njëjtë e vlen edhe me marrëdhëniet intime. Edhe ato kanë rregulla. E ke martesën kurorën e kësaj pune dhe e ke shfrenimin që ndodh sot fatkeqësisht të 33-at dhe e ke murgjerin, kallugjerin që janë mundu të shpikin të krishterët duke mendu se ashtu kanë me qenë më të devotshëm, edhe as ata u bën më të devotshëm, as këta të shfrenumit janë më të devotshëm. Rruga e mesme është rruga që promovon feja islame, normalisht e ke martesën se vetëm rrugë për ta shpifshin. Do të gjitha këto gjëra ka rregulla, andaj kur respekton besimtari rregullat, atëherë jeton edhe kënaqet, po edhe shpërblehet për Allahu xhall. Ku i kalon këto rregulla, edhe vuan shpirtnisht, po edhe do të vuan pastaj nga dënimet që Allahu xhall i përgatit për atë njeri. Prej vlerave që ka mu i bekuar Ramazanit. Si zot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atakum shahrullahi Ramadan. Ju erdhi juve muaj i bekuar Ramazanit. Dhe shkuan 10 ditë. Shikoni, nëse pyesim kur filloi Ramazani, do themi dje filloi. As shpejt shkuan 10 ditë, edhe këtu ka një urtësi subhanallahu, e mendoja atje në Shkup, si Allah e ka kriju një mekanizëm të angazhimeve dhe detyrave që ty të bën shumë të lehtë kalimin e ditëve të Ramazanit. Paramendojmë se pas asnjë angazhim veç me ndet uritur, pa ujë dhe pa bukë. Do të shqenë shumë e gjatë dita, mirë po, zakonisht në për shumë qytete ka aktivitete shtesë për Ramazan. Në qytetet e mëdha, në namaz të drejtë, kur të llogarisësh 1 muaj, merre kalkulatorin, dhe llogaritë 1 muaj herë 12 ose pjesë për 12, dalin 83 vjet e 4 muaj. Do thot një ditë më e mirë se 83 vjet e 4 muaj. Sa është këtë 83 vjet e 4 muaj? Është ymri i një njeriu. Bile kjo është mbi mesatare, se mesatarja është 60-70. 84-83 është mbi mesatare. Do thot maksimumi i ymrit të mundshëm për të jetu vlen një ditë e Ramazanit, ajo është nata e Kadrit. Do të se Allah ta ka dhënë një sezon të madhe, në atë sezon një ditë të veçantë. Që nëse të ikë sezon e madhe, s'paku mos të ikë ajo natë. Ama s'mundesh me emri atë natë pa e shvizu këtë sezon. Të gjithën, të tërën. Pastaj vazhdon. Thot wa yunadi munadin, del edhe thret një thirrës në këtë muaj të Ramazan. Dhe thot ya baghi al-khairi aqbil. O ti që e synon të mirën, ec përpara, shfryzoje këtë muaj. Ja tash qakur. Ju këtu në këtë vend keni sezonat, 2 sezona kryesore. Një e keni të mollave, një e keni të liçenit. Dhe nëse nuk i shfryzoni si duhet, çfarë do më thonë? Do thotë tan vitin je i humbur, i dështuar. Andaj kur vjen puna e mollave, e punoni me andje të madhe, me dëshirë të madhe, me vullnet. Pse? Se nëse se punojnë tash, të në vitin pastaj do të kukati, mirë po, do të bëhet vonë. Se e din bereqetin, e din frytin, e din rezultatin që ta sjell. Edhe shfryzon maksimalisht. Para shkoj të pyetje, a e shfryzon edhe Ramazanin me nitin vullnet? Me nitin elan? Me nitin energji? Apo jo? Kam frikë që përgjigja është jo. Edhe lodhja që bëhet për sezonin e mollave është shumë më e madhe se lodhja që bëhet për sezonin e Ramazanit. Ati ndoshta je gatshëm me punu 15 orë pa ndal, pse thu ja tash ja kur, këtu s'ka punë, këtu ka abstenim vetëm. Largohesh nga ushqimi dhe pija, edhe atë me kushtet i qosh në syfir edhe hanë edhe ngopës që ajo të mjafton, 10 orë çon. E kini 2-3 orë i ki problem pak që dush me bo pak ma shumë sabër durin, derisa të vekoj iftarit. Mirë, po këtu nuk je me një energji dhe vullnet sikur se je atje. Dhe thirrësi tjetër thot ja baghi sharri aqsir, dhe ti që e synon të keqen nguro, ndalo. Se ja tash akur. Dhe kjo vëret edhe praktikisht, thot edhe njerëzit që s'falen në Ramazan mundohen të falin ndonjë namaz, s'paku taravin. Edhe njerëzit që nuk agjerojnë mundohen s'paku në Ramazan mos të konsumojnë alkool.
në shenjë respekti për Ramazanin, edhe pse respekti do të ishte ndryshe. Respekti i plot do të ishte kur ai do të agjironte Ramazanin, edhe do të praktiste alkoolin, edhe do të falte namazin. Kjo është respekt i plot. Mirë po, se cili mundohet në formën e vetë të respekton, e vlerësoj me dhe atë respekt, po themi nuk mjafton, nuk të jep ti sukses. E keni pa për shembull kur shkon djali në provim në shkollë fillore, mesme apo fakultet, mirë po ai është mundue, ka shkuar ndonjë sen, mirë po shkoi thot profesori, i thot ju keni shënuar aq sa tregon se keni pas gajle dhe breng, mirë po nuk mjafton me të dhënë një dysh. Edhe nuk mund me dhënë dysh kalimtare, përsëri e ki njësh ngelse. Edhe ky respekt vlerësohet, mirë po mbetet nota jo kalimtare, mbetet njësh. Dhe për këtë shkak, do thotë këto vlera që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të Ramazan, shihen në Ramazan dhe na i shohim të gjithë me sy. Por kemi nevojë që të hapim zemrën dhe të lejojmë që këto kuptime dhe mesazhe të deportojnë thellë në zemrën tonë, se aty fillon ndryshimi i vërtet në zemër dhe në mendje, për të cilën gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ala inna fil jasadi mudghah, idha saluhat saluha sa'irul jasad, wa idha fasadat fasada sa'irul jasad, ala wa hiya al-qalb." Është me të vërtet tek njeriu gjendet një copë mish, e cila nëse është në rregull dhe e shëndosh, i tërë trupi i tij është i shëndosh dhe në rregull. Dhe nëse është ajo e semur, i tërë trupi i tij ka me qenë i semur. Ajo është zemra. Dhe kjo në dy kuptimet, edhe kuptimi kardiologjik, domethënë shëndetësor, medicinal, po edhe kuptimi shpirtënor. Zemra po që e shëndosh, për tjerat mos e ki gajle. Edhe kështu edhe intervenimi jonë është i njëjtë. Shembull, dhem gishti, shkon mjek në ambulancë rregulloje. Dhem veshi, shkon në ambulancë, ama dhem zemra, jo, gjithë familja çohet në kom, çojmë në spital, në ambulancë, në spital, në kryeqytet, pse se smundja është serioze. Dhe nuk gjithë familja çohet në kom. Mirë po kur smuhet zemra shpirtënisht, kush çohet në kom? Kush intervenon? Kush reagon? Po do të thotë kush i smuhet zemra shpirtënisht njëri, po i smuhet. Nuk e njeh madhin Allahu dhul xhelal. Zemra e semur. Nuk i din obligimet ka shikryusit vet, zemra e semur. Nuk i respekton prindërit, zemra e semur. Nuk i respekton kufit halal haram, zemra e semur. Ushqehet me haram, zemra e semur. E kësi njerëz, a kemi në mesin tonë familjar, a nuk kemi? Kemi fatkesisht. A intervenojmë, a reagojmë, a alarmojmë situatën? Nuk e reagojmë, nuk intervenojmë, nuk alarmojmë. Fatkesisht. E çka presim na? Presim të fillojnë të binë gur mbi kokat tona? E të kuptojmë. Presim të shohim dënimet me sy, e të kuptojmë. Po na jemi duke parë anën mban botës çka ndodh. A nuk janë mjaft ato për të qenë mësim për ne? A duhet patjetër ta shijojmë? Ashtu, se dikush thotë jo, kur të ndodh mua atëherë, ne themi kështu vetëm fëmia logjikon. Vetëm fëmia kështu logjikon. Ne themi fëmis, moni mos e afro dorën te koftorit, te shporeti, se digjesh. A ndëgjon fjalën fëmia? Jo, përsëri e afron dorën te koftorit, te shporeti, deri kur? Deri te digjet. Ama njeri i pjekur, themi mos e këtu ka rrezik, ai ndalet. E na njerët e rritur, në lidhje me porosit e fes, fatkeqësisht shpesh herë ndodh që i trajtojmë si fëmija. Pa u djeg vetë nuk nalemi. E kur djegesh më bëhet vonë, atë ndoshta ti do të bëhesh pishman, po kam e qenë vonë. Dhe për këtë shkak, e kemi këtë muaj të bekuar të Ramazanit që ta fillojmë ndryshimin nga zemra jonë. Edhe këtu kemi një ajet kuranor që është një rregull shumë i madh që sot psikologët e botës e promovojnë si vlerë dhe si rregull. Ajo është porosia e Allahut xhallahu ku thot: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit derisa ata nuk e ndryshojnë brendësinë e tyre, vetveten e tyre.
Pra fillimi i ndryshimit është në zemrën tonë dhe është në mendjen tonë. Ti nëse fillon të ndryshosh perceptimin e gjërave dhe qasjen ndaj gjërave, atëherë do ndryshohesh ti dhe do ndryshohet rreth jot. Nëse ti nuk e ndryshon perceptimin, kuptimin e gjërave dhe qasjen ndaj gjërave, atëherë mos prit të ndryshim as në ty, as në rrethin ku ti jeton. E Ramazani është një shans e artë për të filluar ndryshimin nga zemra. Si ka mundësi me ndodh ndryshimi nga zemra? Fillon e para, kjo zemër ti nështrohet krijuesit vet. Në kuptim që në syfir thot ndale ushimin e ndar, në iftar thot haje ushimin e han. Do thot bëhet një zemër e cila e din se e ka një krijues i cili ka dhënë disa rregulla që janë për interesin e tij dhe ky është bind se duhet më nështruar atyve. Andaj ndryshim shumë i madh. Dorëzim urnave dhe vendimeve të krijuesit të vet. Për këtu i të fillon edhe suksesi. Edhe për këtë shkak pastaj, kjo lidhet me atë kur të ulesh në sofrën e iftarit, duke prit ezanin për ngrënë iftarin, çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, li saimi farhatan. Agjeruesi ka dy gëzime. Gëzohet kur e han iftarin dhe gëzohet në ditën kur takohet me Zotin e vet dhe me shpërblimin. Dietarët kanë thonë pse gëzohet agjeruesi me iftarin? A thjesht pse vetëm erdh koha e iftarit e tan bukën? Jo. Po më tepër se kjo gëzohet sepse ai arriti ta kryejnë me sukses një detyrë të marrë që në mëngjes. E mori një detyrë në mëngjes, në imsak, në syfyr. Ti ditë agjerueshëm, edhe e ndihmoi Allahu dhe ai arriti me sukses deri në iftar, nuk e theu marrveshjen dhe nuk e la paralizuar detyrën. Kjo është punë e madhe. Dhe është gëzim se ti nga dhënjeve epshin tan, fitove epshin tan dhe dole fitimtar. Nuk është punë e vogël kjo. Andaj kjo është gëzimi më i madh. E pastaj normalisht gëzohet edhe pse erdh momenti për ta marrë një glënk ujë apo për ta marrë një hurme, për ta ëmbëlsu gojën e tij, për të marrë një çorb, për të marrë një ushqim. Edhe këtu pastaj kur ndalemi del në urtësi, del në shesh urtësia e madhe e fesë islame që i ka dhënë këtë urtësi para 14 shekujve, që sot ato në aspekt medicinal të vërtetohen. Për shembull, ku është urtësia që të konsumohet hurma në të hahet hurmë në fillim të iftarit? Fillim, kur fillon me fol hoxhallarët për hurmat, thëshin disa musliman, këta hoxhallarët kanë mrak ambëlsirat vetë dhe thënë flasin për hurma. O më nuk është kjo e vërtet. E vërteta është se ajo vërtetohet tani me shkencë në kohën e pejgamberit alayhis salam para 1400 vite, s'ka mujt vërtetohet shkencëtarisht, s'ka pas laboratore. Mirë, po tani vinë edhe shkencëtarët thënë, gjëja e parë prej ushqimeve që tretet në luks është sheqeri. Dhe kur njeriu e merr një hurmë dhe e fut në luksin e vet, sheqeri që është në hurmë tretet për një herë dhe shkon signalin në trun se unë kam filluar të marr ushqim. Dhe ajo nevoja e madhe që ishte tek ti për ushqim para iftarit, me automatizëm zvogëlohet. Pse? Se ti normalisht 16 orë pa ushqim. Kur ulesh në sofër, do të hash ushqim ma tepër sa që e duron luksi jot. Edhe atë shëndet që e fitove ti gjatë agjerimit, do ta humbish në iftar. Kështu është njeriu. E Allahu e din këtë punë dhe krijon mekanizme të pavërejtuna. Mekanizme që ti nuk i kupton, për me ta ndalë ty hugjumin e ngrënjes së tepruar me të cilën do ta humbish atë shëndet që e fitove gjatë 16 orë agjerim, edhe do të ha hurmë. E para. E dyta, thot pi ujë. Luksi është një enë që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo enë ka kapacitet të caktuar. Për shembull, kur ta mbushish këtë enë me 20% ujë, kur të pish ti normalisht tash është edhe verë, etja është më e madhe, pin një gotë apo 2 apo 3. Edhe kur ta mbushish luksin tan atë enë 20% me ujë apo 30% me ujë, sa mbetet bosh? Mbetet 70%. Do të edhe po të doje
ta mbushish luktin tanë 100%, nuk ki mundësi teknike. S'ka nevojë këtu për paramendim, për planifikim. Allahu ta ka kurdis. Në përmes porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hash hurm, pish ujë, automatikisht luktin e kitë përgjithësmuar me nevoja, dhe edhe nëse han deri maksimum, do ta mbushish vetëm gjysmën e luktit, jo më tepër. Shikoni çfarë urtësi. Kur i ka thonë këto porosi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'kan qenë të kuptuara, mirë po sot kuptohen shumë qartë dhe shumë lehtë. Dhe për këtë shkak një agjërues që i përdor to edukata të agjërimit, kur vjen me fal taravine nuk ka problem, pastaj nuk thot ai lukthi, ai barku, ai mbjellët, ai kam tepru ushqim, nuk thot. Pse? Se ai me automatizëm lukthi ti ishte gjysmë për gjysmë, a uji normalisht ju e dini se pas një kohë shumë tretet vjen ushqimi në gjysmë të lukthit, edhe gjysmë e lukthit është e zbrast. Edhe me këtë realizohet porosia tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot yakfi ibn Adam luqaymatin yuqimna sulbah, e mjafton njeriu disa kafshata për ta marrë shpirtin gjallë, e nëse don më tepër të han, atë fadhuluthun li ta'amihi, një tjetër për ushqim, fadhuluthun li sharabihi, një tjetër për pije, wa thuluthun li tanafusi, dhe një tjetër për fëmijëmarrje. Kështu është porosia e pejgamberit për ta ndalë luktin. Që fatkeqësisht na sot nuk mund ta realizojmë këtë, se duhet planifikim, ama atë që s'mund ta realizojmë jashtë Ramazanit, në Ramazan ne ka mësuar ne do teknika me automatizëm kush i zbaton e realizon këtë porosi të mëhershme pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti kthehemi gëzimit, të ngadhnimit për shkak të agjërimit edhe kryerjes së detyrës. Edhe kjo është gjithashtu një edukim që duhet ta marrim me vete edhe jashtë Ramazanit. Që të jemi, do thot, njerëz që ngadhnjejmë epshin ton, mos lejojmë që epshi jon të jetë pronari jon. Dhe kjo ndodh në shumë raste, për shembull, ju e dini, keni pa, njeriu Allahu i ka dhënë pasuri, normalisht ka punu ai, po dy njerëz punojnë me një drejtim, me një lëmi, me një profesion. Mirë, po njërit Allahu jep $100,000, tjetrit jep $50,000. Njëjtë punë. E pse vjen dallimi? Vjen prej bereqetit dhe rrezikut që ta jep Allahu. Andaj njeriu nuk ka të drejtë të thotë unë punova dhe fitova. Pse? Se edhe tjetri punoi po sfitoi. Njëtën punë e bëri. Njëtën kontribut e dha. Mirë po, ai fitoi më pak, ti fitove më shumë. Do thotë rrezikun ta jep Allahu. Dhe këtë kush analizon realitetin e njerëzve, kush analizon realitetin ekonomik dhe financiar të njerëzve, e vëren këtë urtësi. Mirë po njeriu me atë pasuni që Allahu ja ka dhënë, shkon në kafene, edhe pin alkohol, edhe dehet, edhe në fund çka ndodh, e nënçmon veten e vet me parën e vet. Bie për tokë, Zoti na rujt, urinos në vetvete, shan të tjerët, tregon sekretet e veta, sa të qëthën ajo fjala të mund, kur është njëri më i sinqert, kur është i dehur, keq që ka mrena i qëtë jashtë. Dhe thot, çka ndodhti me parën tonë, e nënçmove veten tonë, ofendove veten tonë, u turpnove para njerëzve, pse? Sepse nuk dije ta kontrollosh parën, po la e parat bëhet ai që të kontrollon ty. E këtë kategori të njerëzve e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë te isa abdu dinar. Te isa abdu dinar, i mallkuar qoftë robi i dinarit. I mallkuar qoftë robi i dirhemit. I mallkuar qoftë robi i kadifes. I mallkuar qoftë robi i mandafshit. Se njerëzit shumë herë bëhen robër të pasurisë, që është lek fare, apo të në gjuhën e rej lukit, dhe mund pamje se jashtme, si dukesh. Andaj ai para se del nga shtëpia djemt, janë bo si femra, si grad. Para se me dal nga shtëpia gjysmë ore në pasqyre, me gell, me kran, s'del për shtëpia pa u rregullu, po ti thot a femri a djali, a mashkulli. Se femrat normalisht ata kanë ashtu rriten në stoli, kështu i përshkon Allahu dhul. Edhe ato që rriten duke u stolis. Ajo është e natyrës së femrave që ato vazhdimisht jo vendojnë makijazh, jo stolisen me ari, jo, do thot kujdesen për pamjen, fustanat e kështu me radhë. Po janë bo edhe meshkuj sikurse femrat. Edhe tani
ti bësh rob i pamjes tënde. Si dukesh tek tjerët? Si kanë me të pëlqyer të tjerët? Edhe kështu shndrohesh ti në njëri që jeton për të tjerët, jo për veten tënde. Edhe kjo normalisht është deformim. Apo atë që ka treguar Allahu në Kur'an dhe thot: "Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa", e ke par atë që për Zot të vetin e mori epshin e tij. Do të është zbatimi asaj që themi të tash. Ti u bëre rob sklav i epshit tënd. Dhe ti nuk dirigjon epshin, por epshi të dirigjon ty. Të gjitha këto gjëra dhe shumë gjëra më shumë se kjo na i sjell neve Ramazani, po e kuptuam si duhet Ramazanin, që fatkeqësisht ne kemi problem se nuk kemi qasje për shembull standarde dajë. Për shembull, kur e bleti një makinë vetur apo makinë në shtëpi, para se ta aktivizosh e merr librin apo manualin edhe lexon. Pse e ndal mos bëj ndonjë gabim, se po e futa në rrymë gabimisht, ndjeket makina, kot i dhash parët. Mirë, po futet Ramazani, ti as një manual për Ramazan se ke lezu. E po si do në me kalu mirë Ramazanin ti? A lezohet në një libër mbi agjërimin, mbi rregullat e agjërimit, mbi gjërat që e prikin agjërimin, mbi porositë e agjërimit, mbi dobitë e agjërimit? Nuk e lezu. Mirë. Hajt nga lezimi me të dopt, ta themi se kjo nuk pranohet. Ne do të luftojmë me çdo kusht mos lezimin që është i pranishëm tek ne edhe tek fëmijët e tonë. Mirë, po hajt ta zëm se po nëse nuk ke mundësi të lexosh, ke mundësi të dëgjosh. Dëgjohet në një gjërat mbi agjërimin, rregullat e agjërimit, gjërat që i ofron agjërimi, jo. E po si don ti ta kalosh këtë agjërim pa lexu, pa studiu, pa mësu? Kjo disi vjen. Sikur se fëmijët e tanë, kur janë fëmijë, kanë dëshirë që ta marrin makinën, veturën, ti ngrajnë, ta vozisin atë, pa shku në kurs, pa shku marr orë të vozitjes apo orë të mësimin e rregullave të komunikacionit. E çka ndodhaj, ai kur ta merr veturën një herë, ndoshta e vozit si duhet, dytën, për tretën e bënin ndeshje të mëdha edhe ai në spital edhe vetura e prishur. Ashtu edhe kur futesh në agjërim edhe në ibadete pa mësim, pa lezim. Ndoshta një herë kalon mirë, dy herë mirë, po tretën e prish krejt, e prish edhe ti mendon se ke bën mirë. Andaj fatkeqësisht do të qasja jon edhe në Ramazan është e gabuar dhe për këtë shkak kemi problem në perceptimin apo kuptimin e vlerave dhe porosive që na jep agjërimi. Nëse dalim nga kjo, nga këto begati të Ramazanit dhe flasim për një fenomen të ri, i cili na kur erdhëm rrugës, se ju sikur se e dini, do thotë para qytetit është Kodrin, edhe e shef qytetin dhe rrethinën gjithë në tepsi. Të gëzon fakti se shef minarët e xhamiave. Po flas për ne që jemi musliman. Dhe besoj nuk ka zemër që kur i qe atë nuk gëzohet. Përveç asaj zemrës që është e semur deri në që i ka hyrë kanceri dhe mo nuk ka jetë edhe shpresë për të. Mirë, po të gjitha zemrat e besimtarve, pa marrë para se çfarë imani kanë, gëzohen. Dhe kjo është e mirë. Por a është e lehtë sot në një kohë kur ignoranca dominon, të jesh musliman praktikant i fesë nuk është e lehtë. Ka vështirësi. Vështirësitë janë të dy natyrës. Ka vështirësi subjektive edhe ka vështirësi objektive. Do të thotë vështirësi që i ke ti vetë si person, se ke ignorancë, nuk din, nuk ke dituri, duhet të mësosh, ka vështirësi. Po ato te kalon dhe ki vështirësi nga rrethi dhe ambienti. Se kur shkon në xhami, po ti a hoxhje që shkon në xhami? Ti a haxhije që shkon në xhami? Po pse ora? Xhamia është vetëm për hoxhallar dhe haxhiler? Apo xhamia është vetëm për bajram, për baklava? Apo xhamia është vetëm për xhenaze? Hajde tregoni. A vetëm për ato është xhamia? Vetëm për të vdekurit ti çojmë në xhami, do falim xhenazën, ti varrosim? Apo xhamia ka një rol tjetër? Xhamia edhe jeta fetare ka kuptimin e gjallërimit të jetës tënde të përditshme, të gjallërimit dhe të dhënjes kuptim jetës që ti e jeton. Jo thjesht zgjohesh në mëngjes, shkon në fushë, kthehesh nga fusha, han buk, bie në gjumë, nesër njëjtën rutinë. Edhe çka? Kështu kalove 50 vite, 60 vite? Shkon në fushë, hadi bi fushë, ha buk, flej? Po këtë e bëjnë edhe krijesat tjera, ka që bëjnë.
Ana aq Allahu neve na ka dalluar me intelekt, me logjik që të bëhemi sikurse krijesa të tjera, hapi, flej, puno. A vetëm kaça? Apo kemi edhe një obligime tjera që ta shfrytëzojmë këtë logjikë që nga dhënë Allahu për ta kuptuar madhinë e Allahut, për studiuar shkencat dhe për zbatuar atë në praktik. Dhe në këtë drejtim normalisht kemi pengesa dhe vështirësi dhe dikush që e shef një tri që falet apo një tre që kujdeset për fen e vet i etiketojnë me lloj etiketimesh dhe emërtimesh. Kjo pse ndodh? Për t'i bërë trysni dhe presion atij që ai ta praktikojë këtë rrugë. Mirë po, këtë gjë e ka treguar neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që atëherë, në 1400 vjet përpara. Do të kur lexojmë neve porosit kuranore dhe porosit pejgamberike, edhe i analizojmë realitetet tona, themi subhanallahu, a ka jetuar ai sot që i ka thënë këtë fjalë? Sa shumë përputhen. Jo, ka jetuar para 1400 viteve, mirë po përdesë janë porosi hynore nga Zoti Dhul Xhelal, ato janë aktuale vazhdimisht. Dhe thot se të kunu fiten, do të ketë ditë sprovash të vështira, sikur se errësira e natës, të shpeshta, të një pas njëshme. El qabidu ala dinihi kel qabidu ala jamr. Ai që kapet për fenë e tij ka me pas vështirë, sikur se ai që e kap thëngjillin në dorë, gacën në dorë. Në zjarmi është një thëngjill, një gacë. A mund ta kapësh ti me dorë ta marrësh në dorë? Është vështirë. Dietarët kur kanë komentuar këtë pjesë të hadithit, kanë thënë pse e ka përngjaçuar vështirësinë e kapjes së fesë me vështirësinë e kapjes së thëngjillit, gacës. Ka thënë për dy aspekte. E para, kush, nëse na e shohim dikën që e kap me dorë një gacë, i themi ti ai çmendur, ja të kanë lënë menta. Lënë se digjesh. Kështu edhe atë që kapet për fenë, thotë ai çmend që e ka për fe. A ke probleme psiqike, shpirtërore, çfarë vështirësi e keti që e ka për fenë? Dhe dyta, ka thonë, është vështirësia e marrjes së gacës së thëngjillit me vështirësinë e marrjes së fesë. Edhe është vështirë se vi presion një mas një, të natyrave të ndryshme, me qëllim që të largojnë ty prej fesë. Ku është dështimi nëse ti e praktikon fen për shkak të trysnive dhe presioneve? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vazhdon këtë sqarim dhe thot: "O ajru 50", shpërblimi i tyre do jetë sa 50 burra. Ngritën shok që i ka rreth sa 50 burra prej tyre? Jo, thot sa 50 burra prej jush. Do një musliman që e mban fen sot, që e fal namazin, e agjiron Ramazanin, i përmbahet halalit dhe haramit, respekton prindërit, shpërblehet sa 50 shok të ngushtë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që kanë qenë në kohën e tij. Do të shikoni çfarë shpërblimi të shumë fishum, se në një musliman i sotit nuk është asa 1/10 e një ashabit shokut të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jo çereku. Mirë, po ti që e ka fen sot, arrin shpërblimin e 50 shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për shkak të durimit që ti e ke në këtë rrugë. Se trysnit janë të mëdha, presionet janë të mëdha, lajthitjet janë të mëdha, joshit janë të mëdha, ngasmimet janë të mëdha, ti përsëri qëndron dhe nuk devion, shpërblimi sa 50 burra. Kjo është një porosi. E dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba." Islami ka fillu si i huaj në Mekë, kur Allahu dhul jalla e zgjodhi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të bëhet pejgamberi i tij për të përçuar mesazhet e Zotit tek njerëzimi, ishte i vetëm, një. Deri dje e emërtonin El Sadiqul Amin, besniku i vërteti. Kur tha kam mesazhe nga Zoti për ju, than gënjeshtari, fallxhori, magjistari. Shikoni moment. Ishte i respektuar, i nderuar. Krejt fshati, krejt qyteti thoshin aj, me atë s'ka. Çka ke punë me te, del puna marr. Kur filloj me thonë që unë besoj Zotin një, jo idhuj statujat, unë ngrit intelektualisht nga rrethi dhe problemet që kishte rrethi, thanë ti zban, ti i keq, ti i prisht. Ishte një
u ndi vetmum. Ju bashkangjit gruaja e tij, shoqja e tij, Hatixha radhiyallahu anha, u bën 2. Ju bashkangjit kushëriri i tij, Aliu ibn Ibiri Ebu Talibit, u bën 3. Ju bashkangjit shoku i tij i ngushtë, Ebu Bekri radhiyallahu anhu, u bën 4. E filluan dal nga dal më u bë 5, 6, po ishin në krahasim me kallaballokun e banorëve të Mekës ishin pak. Andaj ka filluar Islami me pak burra, si të huaj në vendin e vet. Dhe ashtu do të kthehet dita, do të jetë. E sot për shembull në fshatrat tona, fshati i cili ka 50 shtëpi, 100 shtëpi, shkon ti për xhumo, nuk flas për 5 kohë namazit. Shkon për xhumo, falen 5 njerëz, 6 njerëz, një saf, maksimum 2 safe. Po e shumë të 3 safe. Do thot 20-30 njerëz. Për 100 shtëpive, 100 shtëpi ka 5 banor, janë 500 banor. Për tyre burrat më shritur nga 2 tizam janë 200 banor. Për 200 vetave vinë 10, 15, 5, 7. Edhe këta njerëz që kapen për fen, po ndodh që realizohet ajo që ka treguar pejgamberi. Janë të huaj, jabanxhi në mesin e familjes vet, popullit vet, katunit vet, fshatit vet. Pse ndodh kjo? Për shkak se ignoranca është për fatkeqësisht më të madhe, nuk kemi vullnetin e leximit, nuk kemi dëshirën e mësimit, nuk kemi gatishmërinë e marrjes së porosive dhe këshillave, dhe kështu vazhdojmë të bredhim në ignorancën tonë, edhe të na pengon ai që udhëzohet pastaj. Mirë, po çka ndodh? Thot pejgamberi sa fatuba lil ghuraba, xheneti qoftë për ata njerëz. Do të kesh si dhe të lashe, por kesh probleme të mëdha. Do të pak e zgjata me këshill, unë në Hoxhallar jemi llafazana, kemi mohabet sa dush, ishim në tubim. Di hoxha boni tha kur ta shohsh njeriu se është llafazan, dije se ja është mësues, ja është hoxh. Edhe mësues të arsimtarët edhe Hoxhallar flasin shumë. Na mund të flasim deri në iftar, po këtu po ndalemi duke lutur Allahun fuqi plot që të shpërblen edhe një herë me shpërblimet e tija, që na mundson ta kalojmë si është më mirë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, përfituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala.